Hormuzin e kontrollon Irani. Do të thonë amerikanët mund të bëjnë çfarë të duan, ata nuk e marrin dot kontrollin e Hormuzit nga iranianët. Presidenti Donald Trump, kur ishte duke u kthyer mbrapsht nga samiti Ankaras, i kërcënoi iranianët, duke i thënë atyre që ne kemi mbi 1000 raketa të stacionuara kundër jush, por edhe iranianët kanë raketat e tyre dhe pak a shumë kemi një përsëritje të asaj që ka ndodhur që nga data 28 shkurt, por me sa duket në këto momente që ne po flasim, duket që goditjet amerikano-iraniane nuk janë më sigur ka ndodhur në javët e kaluara, ku kishte goditje i ndërprisnin, thonin jo do bëjmë bisedime etj. Por deklarata e presidentit Donald Trump në datën 8 korrik, kur ai tha që për mua nuk ka më marrëveshje mirë kuptimi,